Qoftë dhe shitës skëllevrish. Historia tërheqëse dhe e këndshme e atij burrit që shiste vetëm vaj ulliri dhe që e donte shumë profetin e nderuar, ishte një nga historitë më të parapëlqyera të njerëzve. Të gjithë e dinin që ai e donte çiltërsisht profetin dhe në qoftë se i kalonte ndonjë ditë pa e parë profetin, ndihej pa qejf dhe i mërzitur. Sa herë që dilte për të bërë një punë, patjetër do të kalonte në fillim ose nga shtëpia e profetit, ose nga xhamia, ose nga çdo vend tjetër ku mund të përshëndetej me profetin. Pasi takoi me të, mbushej me frymëzim dhe energji dhe vazhdonte pastaj drejt punës së tij. Nganjëherë kur njerëzit ishin tubuar rreth profetit dhe ai rastiste të ishte i fundit në turm e nuk mund ta shikonte profetin, zgjaste kokën ose hidhej pupthi, qoftë edhe për një sekondë të vetme që sytë e tij ta shikonin madhështinë e profetit. Një ditë, profeti i nderuar vuri re që nga fundi i turmës së njerëzve, ai po mundoi ta shikonte patjetër. Edhe profeti lëvizi drejt tij, që ai burri të kishte mundësi ta takonte. Pasi u çmall me profetin, burri vazhdoi drejt punës së tij, mirëpo nuk zgjati shumë dhe u kthye sërish. Sapo profeti e vuri re për herë të dytë atë ditë, i bëri me shenjë që të vinte drejt atij. Ai erdhi te profeti dhe u ul. Profeti i tha: "Dita jote e sotme kishte ndryshim nga ditët e tjera. Ditëve të tjera, vije e më shikoje vetëm një herë, pastaj shkoje drejt në punën tënde, kurse sot shkove e u ktheve sërish. Përse?" Burri i tha: "O i dërguari i Zotit, e vërteta është që sot aq shumë ma pushtoi zemrën mirësia, saqë nuk munda të shkoja drejt punës sime, e kështu që u ktheva mbrapsht." Profeti bëri për të një lutje mirësie. Atë ditë, ai u kthye në shtëpi dhe nuk u pa më. Kaluan disa ditë dhe prej atij burrit nuk dukej më asnjë shenjë. Profeti u tha shokëve të tij që të interesoheshin për të, e të gjithë shokët ju përgjigjen: "U bë kohë që nuk e shohim." Atëherë, profeti u nis vetë të interesohej për të, e të shikonte se çfarë i kishte ndodhur atij. U nis së bashku me një grup shokësh dhe vajti drejt pazarit ku shitej vaji i ullirit. Sapo arritën te dyqani i tij, panë që dyqani ishte i mbyllur dhe aty rrotull nuk kishte asnjëri. Pastaj pyeti në dyqanet që ishin aty pranë dhe ata i thanë: "O profeti nderuar, u bën disa ditë që ai ka vdekur." Pastaj shtuan: "O profeti i Zotit, ai ishte njeri shumë besimtar dhe i sinqert, mirëpo kishte edhe një ves të keq." "Çfarë vesi?" pyeti profeti. "Nuk hiqte dorë nga disa punë të shëmtuara. Për shembull, shkonte shumë pas femrave. Zoti pas të ndjes për të dhe e mëshiroft. Ai më donte mua aq shumë që edhe sikur të ishte shitës skëllevrish, Zoti do ta fal", tha profeti.